A është dashur të përfshihet Agim Veliu në listë? Unë jam një pjesë persona që kam pas debate më shumë me Agim Veliu mbi lidhje publike, kështu ndoshta në aspektin e strukturës pak kemi pas ose hiç debate po edhe publike edhe të ti nëpërmjet emisioneve tua her mas here me Agim Veliu. Pra, mendoj se Agim Veliu i ka merita të jashtëzakonshme të veta, siç i ka dhe gabimet e veta. Pra, nuk muj me thonë që Agimi është engjulli i politikës kosovare. Por, është një person i cili ka qenë fitues për 20 e sa vite në Podujev dhe një person i cili ka mbajt mbi shpatullat e veta një sukses të përsëritshëm në një rajon të caktuar. Është mendu që nuk do të jetë, unë po të isha në vendin e kryetarit aktual, unë do ta përfshija secilin deputet në listë dhe mendoj se është dashur më dhoni mundësi jo të krijohet një viktim ose një heroj supozuar. Pra do duhet ishte në perspektivën tuaj. Elektorati LDK-s jap vlerësimin e vet me votë. Janë elektorati ata që vendosin. Mendoj se nuk ka bën ndonjë shkelje madhore cila e pamundson rikandidimin e tij për deputet.